Një tjetër alarm ndërkombëtar është ngritur në ujërat famkeqe pranë brigjeve të Somalisë pasi një grup pirat është armatosur kanë sulmuar një anije tregtare me flamur maltez, duke risjellë në vëmendje një kërcënim që bota mendonte se e kishte nën kontroll. Të dhënat zyrtare tregojnë se tankeri Hellas Afrodit që transportonte produkte nafte nga India drejt Afrikës së Jugut është goditur me arma automatike dhe raketa të tipit RPG, teksa kalonte në lindje të Afrikës. Sulmi ndodhi mëngjesin e së premtes në një zonë ku mungesa e patrullave ndërkombëtare ka krijuar vakum sigurie. Fatmirësisht, ekuipazhi kishte ndjekur protokollet e emergjencës dhe ishte strehuar në dhomën e sigurisë, tash së quajturën Citadel, duke shmangur një marrje peng në stilin klasik të piraterisë somaleze. Kapiteni i anijes është nga Malizi dhe sipas burimeve detare, ai luajti rol kyç në organizimin e reagimit të menjëhershëm të ekuipazhit. Ky është bordimi i parë i suksesshëm i një anijeje tregtare në ujërat pranë Somalisë, që prej më shumë se 18 muajsh, një zhvillim që ka shqetësuar rënd komunitetin ndërkombëtar detar, pasi ndodh në një kohë kur vëmendja globale është e përqendruar në krizën në detin e Kuq dhe sulmet nga rebelët Houthi. Sipas analizëve të sigurisë detare, ky incident mund të sinjalizojë një ringjallje të rrjeteve piraterike të lidhura me grupime kriminale në tokë që përfitojnë nga kolapsi i shtetit në Somali dhe mungesa e patrullimeve ndërkombëtare. Sulme të tilla jo vetëm që rrezikojnë jetën e dhjetra marinarëve, por edhe vendosin në pikpyetje sigurinë e rrugëve detare, ku kalojnë miliarda dollar mallra çdo ditë. Incidenti pritet të shkaktojë rritje të çmimeve të sigurimit për anijet që kalojnë në këtë korridor dhe rrjedhimisht çmime më të larta për mallrat e konsumit dhe energjinë. Me një kapiten nga Malizi në qendër të kësaj drame, incidenti ka tërhequr vëmendjen edhe në rajonin ton. Një tjetër dëshmi se marinarët nga Ballkani, përfshirë shqiptarët, janë të ekspozuar çdo ditë ndaj rreziqeve ekstreme në detet ndërkombëtare. Ky rast hap debat mbi domosdoshmërinë e përfshirjes më aktive të vendeve të rajonit në operacionet e sigurisë detare ndërkombëtare.